Të përshëndestit vion të jesh pranë sheshit Skënderbej, në fakt do tjetë ditën e nesme një takim madhështor i zotit Rama për këtë fushat, por sot kryeministri ka zgjedhur të ketë një takim me gratë, apo jo? Po, të përshëndes Fabiola, ditën e sotme, Kryesocialisti Edi Rama do ta nisë fushatën elektorale me një takim me gratë socialiste, e cila parashikohet të mbahet në orën 17 në Teatrin e Operës dhe Baletit. Është një takim në fakt i cili pritet të bëj bashk gra nga të gjitha qarqet e Shqipërisë, duke komunikuar në këtë mënyrë edhe në mënyrë interaktive. Çfarë do të thotë kjo? Që organizimi është menduar të bëhet që një pjesë e grave socialiste të cilat ndodhen në Teatrin e Operës dhe Baletit do të ketë fjalën e tyre përshëndetëse, ndërkohë që paralelisht në organizimet të cilat do të zhvillohen në të njëjtën kohë në 11 qarqet e tjera të vendit do të ketë fjalën nga një grua në secilin qark, e cila do të jap edhe mesazhin e saj në këtë ditë, e cila shënon edhe nisjen zyrtare të fushatës elektorale. I fundit i cili do të flasë në këtë takim të pasditës së sotme do të jetë pikërisht kryesocialisti Edi Rama, i cili pritet të jap edhe mesazhet e tij përpara nisjes apo hapjes zyrtare të fushatës, e cila është parashikuar të mbahet nesër në orën 12 këtu në sheshin Skënderbej dhe në simbolikën e 12 yjeve të flamurit të Bashkimit Evropian. Përsa i përket ditës së nesërme, janë menduar disa detaje se si do të organizohet, do të përgatitet një skenografi e dedikuar për të pritur të gjithë qytetarët të cilët do t'i bashkohen Partisë Socialiste këtu në sheshin Skënderbej të qarkut të Tiranës, ndërkohë që paralelisht edhe në 11 qarqet e tjera do të ketë organizim përsa i përket kësaj hapje të fushatës, organizimi i cili do të përcillet edhe në Tiranë nëpërmjet ekraneve të cilat do të vendosen në sheshin Skënderbej për të përcjell atmosferën në qarqet e tjera, por edhe për të dëgjuar porositë e kryesocialistit Edi Rama, i cili do t'i drejtohet ditës së nesërme jo vetëm mbështetësve të tij, por edhe të gjithë qytetarëve për sa i përket çeljes zyrtare të fushatës, por edhe me mesazhe të tij. E gjithë kjo retorik, po themi politike, sikundërse jemi informuar, por dhe vetë kryesocialisti Edi Rama e ka bërë publike, do të jetë mbi tematikën e Shqipëria në Bashkimin Evropian në 2030, duke qëndruar, po themi, mbi këtë kryefjalë edhe e gjithë retorika e politike, jo vetëm gjatë ditës së nesërme, por edhe në vazhdim të fushatës elektorale, kur do të nisin edhe takimet qytet më qytet, por edhe shtet më shtet, duke marrë parasysh faktin se pikërisht zoti Rama ka vendosur që takimin e parë pas çeljes zyrtare të fushatës do ta bëjë pikërisht në Milano me shqiptarët e Italisë, të cilët duhet thënë kryesojnë edhe numrin e shtetasve shqiptar, të cilët ka numrin më të lartë të regjistruarve për të ushtruar për herë të parë të drejtën e votës në parlamentaret e 11 majit. E kuptoj. Mirë, Greta, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë.